Banorja e radhës që i dha fund rrugtimit në shtëpinë e Big Brother VIP në Aderi i ka ndarë për shtypjet e saj pas eliminimit, duke folur hapur për eksperiencën dhe emocionet që përjetoi gjatë qëndrimit në reality show. Gjatë intervistës ajo tregoi se pas eliminimit personi i parë të cilin e takoi ishte Casey dhe më pas familjarët e saj. Ina u ndale edhe te momentet romantike mes tyre, duke theksuar se nuk ka asnjë pendes për puthjen që ndan. Historia jo nisi aty brenda, fillimisht ishte miqësi, por me kalimin e kohës kuptuam që po lindte diçka më shumë, u shpreh ajo. Ajo sqaroi gjithashtu edhe raportin me Stelinën, duke e cilësuar si një bisedë të sinqertë mes dy vajzash, pa mungesë respekti nga ana e saj. Megjithatë, Ina pranoi se brenda shtëpisë gjithçka bëhet më e vështirë, pasi shpeshherë dyshon edhe në ndjenjat e tua. Pata një moment dobësie kur i lëshova dorën Casey dhe për këtë u ndjeva keq, por për puthjen nuk jam penduar asnjë sekond. Ishte diçka spontane dhe e sinqertë. Kur ndjenjat janë të pastra, janë gjithmonë të bukura, tha ajo. Sipas saj, komunikimi i hapur dhe sinqeriteti mes tyre e ndihmua të krijonte besim te Casey, të cilin e përshkroi si një person që i jep siguri, e mbështet dhe kujdeset për të. Tashmë jashtë shtëpisë mbetet për t'u parë se si do të vijojë raporti mes tyre, ndërsa Ina duket e vendosur ta jetojë këtë histori pa keqardhje dhe pa u penduar për asgjë që ndodhi brenda Big Brother VIP Albania. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.